treguar trokitjet e flakta sepse ka ardhur momenti për të ftuar ekipin e fitores. Agron Gjekmarkaj, Elda Hoti, Edison Doçi, Gjin Gjoni, Aleksandr Lala, Lindita Metaliaj, Kastriot Piroli, Viktor Tushaj, Melisa Vuthaj. Tani ju ftoj të ngriheni të gjithë në këmbë të duar trokisni sepse ka ardhur momenti për të ftuar kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Qytetare dhe qytetar të Lezhë, mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia fishme ndaj ju që keni mbushur sot në mënyrë madhështore këtë shesh, por ndaj të gjithë qytetarëve të Lezhës, të këtij qarku, nga Kumulla dhe Mërkurthi gjerë në Shëngjin, nga Torovica gjerë në Kurbin, gjerë në Fushkruj, një përshëndetje, një mirënjohje të pakufishme. Mbështetja juaj ka qenë dhe mbetet për ne detyrimi më i madh dhe ju garantoj se do bëjmë gjithçka për ta shpërblyer me mirënjohje këtë mbështetje. I dashur Zoti Agron Gjekmarkaj, udhëheqës politik i qarkut të Lezhës, të nderuar përfaqësues, kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ekipi mrekullueshëm i këtij qarku, i dashur Zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane Aleat, që në themelim i Partisë Demokratike, i nderuar Zoti Krislas Civita, Zoti Paul Manafort, i nderuar Zoti Filip Grifen, të dashur miq, është një mbrëmje madhështore, është mbrëmja ashtu siç duam të bëjmë Lezhën dhe Shqipërinë, t'i ngrem në madhështinë e shpirtit tyre. Po vi nga Shkodra, në çdo rrugë dhe rrugic, në çdo qytetar dhe qytetare, në sy dhe zemrat e tyre, shihej qartë fitoria. Shkodra, Korça, Elbasani, Vlora, Fieri, Gjirokastra, e tërë Shqipëria është në këmbë, e tërë Shqipëria pret 11 maj si ditën, si orën e të vërtetës së shqiptarëve, orën e vendimit tyre sublim, orën e votës tyre për shpresën, besimin, të ardhmen e Lezhës Shqipërisë. Një nderim të madh për ju, qytetarët dhe qytetarët e Lezhës,
qytetarët dhe qytetarët e mbarë Shqipërisë, që e shtruhet në këtë pranverë, në një dimër të thellë, për Edi Ramën, që ja shuhet shpresat dhe e bët të pres me tmerr dhe panik 11 majin, si ditën e ndëshkimit të tij shembullor, të merituar. Miq, Lezhë më shumë se çdo gjë tjetër simbolizon besën tonë, virtutin e të gjitha virtuteve, simbolizon bashkimin. Ndaj dhe këtu nga Lezhë u bëj thirrje shqiptarëve të gjitha bindjeve politike. Le të bashkohemi me 11 maj, së bashku, për të transformuar Shqipërinë në 100 ditë. Dhe unë ja fjallën ju, ja fjallën mbar shqiptarëve, se pas 100 ditësh, kjo Lezhë, kjo Shqipëri do t'jetë tjetër. Në qoftë se jam sot, në qoftë se dal sot para jush, në qoftë se vi sot për të mbyllë fushatën elektorale me ju njerëz të mrekullueshëm, nuk vi për karrigën time. Jo, vi për një mision, të transformojmë së bashku Lezhën dhe Shqipërinë. Vi për një mision që në 100 ditë të përzam nga vatrat tona njerim në skajshëm, varfrin, e pa merituar, që e mbolli javë për javë, ditë për ditë, muaj për muaj, Edi Rama me grupin e hajnave të tij në Shqipëri. Në 100 ditë, çdo pensionist, çdo pensioniste që merr sot ndër 172.000 lekë, dhe të tillë sot janë 560.000 burra dhe gra që kanë shkrijetën për Lezhën dhe Shqipërinë. Do marr secili jo me pak se 200 euro. Në 100 ditë, çdo qytetar dhe qytetari i Lezhës dhe i Shqipërisë nuk do ketë rrogë në tult se 500 euro. Në 100 ditë, çdo pensionist dhe pensioniste, çdo rrogull dhe rrogulte do ketë kartën e konsumatorit, do blejë të gjitha gjërat bazë 20% më lirë se të tjerët. Në 100 ditë, në 100 ditë, energjinë elektrike do të paguani me 7 lekë kilovatin. Në 100 ditë, shqiptarët do kenë listën e banave të rimbursuara 100% që ka Republika Italiane. Në 100 ditë, nafta nuk do shitet kur më me çmimin që shitet në Zvicër dhe më shtrejt, por do shitet me çmimin e njëjtë me Kosovën dhe Maqedoninë, pra 40% më lirë. Duam 100 ditë nga ju, demokrat, socialist, të pa parti, sepse do jenë 100 ditë tuajat. Do jenë 100 ditë të ndryshimeve të mëdha. Çdo biznesmen i vogël do të blejë energjinë me 6 lekë kilovati dhe jo 18 siç e blen tani. Çdo biznesmen i vogël
do paguaj hapësirën publike, 1/5 asaj që paguën sot, do paguaj faturën e ujë gjysmën asaj që paguën sot. Çdo biznesmen i vogël do ketë tavanet për tatim fitimin dhe të rëshën 180.000 euro. Çdo biznesmen i vogël kur në shumë se 1% të xhiros. Pra, a nuk përbën kjo një ndryshim të madh për secilin prej biznesmenëve? A nuk është kjo lek ma shumë në kontot e tyre? Çdo biznesmen i mesëm apo i madh, tatim fitimin nga 23% do ta ketë 10%. Energjinë nga 18% do ta ketë 10%. Të gjithë rrogtarët me rroga mbi 500 euro do ke një rritje imediate rroge 13%, sepse ulet tatim fitimi nga 23 në 10%. Të vëshëja do ulet në 15%. Miqtë e mi, jo më pak do përfitojnë fermerët e Lezhës dhe fermerët e Shqipërisë. Sot tregjet tona janë të mbushura me importe, sepse janë hap doganat me Ballkanin e hapur. Akti i parë, Ballkani i hapur në Kosht të Plehrave. Çdo biznesmen i Lezhës dhe i Shqipërisë do ketë subvencione për çdo fidan të mbjell, për çdo kokë bagtit të mashtruar, për çdo njësi prodhimi të barabarta me subvencionet e fermerit në Maqedoni dhe në Kosovë, në Serbi dhe në vende tjera. Sa janë ato? 5 herë më shumë. Miq, një fermer në Kosovë merr 500 euro për 1 hektar grur. Përveç kësaj, merr 100 euro për plehun kimik që përdor për atë hektar. Përveç kësaj, merr 50 euro për naftën që përdor për mbjelljen e tij. Përveç kësaj, për çdo kilogram grur, për 35 kuintal grur për hektar, merr 1.050 euro. Pra, në qoftë se fermeri i Lezhës subvencionohet as 10% të shpenzimeve, fermeri i Kosovës subvencionohet 60-70% të gjitha shpenzimeve. Po më thoni ju mua, kush është më e pasur? Shqipëria apo Kosova? Shqipëria apo Maqedonia e Veriut? Ndaj dhe 100 ditë ne bëjmë ndryshimin e madh. Fermer dhe fermerët Lezhës, pavarësisht nga bindjet, bashkohuni në një beslidhje me 11 maj të votoni për fermat tuaja, për veten tuaj, për mirëqenien tuaj. Miq, Made in Albania, prodhimi shqiptar, mbetet krenaria jon, mbetet qëllimi ynë. Garantoj të gjithë fermerët se prodhimet e tyre do mbrohen në çdo sezon. Garantoj eksportuesit dhe prodhuesit se do mbështeten fuqimisht nga qeveria me qindra mira vende